Qyteti i Gostivarit është pasuruar me një shërbim të ri social përmes hapjes së qendrës së kujdestarisë shtëpiake për të moshuarit Dori Care, e cila synon ofrimin e kujdesit profesional dhe mbështetjes së vazhdueshme për personat e moshës së tretë, drejt për drejt në ambientet e shtëpisë së tyre. Shërbimet e qendrës përfshin kujdes të plot dhe të personalizuar, duke kontribuar në përmirësimin e cilësisë së jetesës së të moshuarve dhe lehtësimin e barrës së familjarëve të tyre. Dori Care nuk funksionon si shtëpi pleq, por si një shërbim integruar i kujdesit shtëpiak, që përfshin asistencë në higjienën personale, mbështetje gjatë ushqimit, menaxhim të medikamenteve, shoqërim në aktivitete të përditshme si vizita mjekësore, blerje apo shëtitje, si dhe mbështetje psikologjike për të luftuar ndjenjën e vetmisë. Kujdesi ofrohet nga një ekip kujdestarësh të certifikuar, të cilët garantojnë ndihmë të sigurt, etike dhe të ndjeshme ndaj nevojave individuale të çdo klienti. Ideja e këtij modeli shërbimi është sjellur nga Suedia, nga investitoria Melehate Isai me origjinë nga Vrapçishti, e cila prej vitesh jeton dhe vepron në shtetin suedez. Sipas saj, ky model i kujdesit për të moshuarit nuk ka ekzistuar më parë as në Gostivar dhe as në nivel shtetëror në Maqedoninë e Veriut. Kompania ka të bëjë me kujdestari shtëpiake për të moshuar dhe do t'ju shërbejë të moshuarve tanë në Gostivar dhe rrethin në shtëpitë e tyre. Kjo nuk është një shtëpi pleqesh, po shërbimet ne do t'i japim në shtëpitë e tyre. Përsa i përket shërbimeve, janë bazike, çdo gjë që do t'i duhet gjyshërve prindërve tanë, duke fillu nga pastrimi, nga larja e shtëpive, higjiena personale, blerja e ushqimeve, vozitja e tyre në mjek apo në të gjitha nevoja që ata i kanë. Ajo thekson se Dori Care bazohet tërësisht në standarde suedeze, duke përfshirë organizimin e shërbimeve për zgjedhjen dhe trajnimin e stafit, si dhe përdorimin e aplikacioneve digjitale dhe automjetëve të dedikuar për transportin e të moshuarve. Është marrë modeli nga shërbimet suedeze pik për pike. Do me thënë, në çdo hap të kësaj veprimtarie e kemi zbatu modelet e Suedis. Kjo është edhe evropiane, do me thënë, përsa i përket shërbimeve, duke filluar nga veturat që i kemi ble në aplikacione që punëtorët tonë do të shfrytëzojnë deri te profesionalizmi i stafit që e kemi punësuar. Në aspektin e kujdesit shëndetësor, qendra ofron menaxhim të terapisë medikamentoze, kujdes gjatë trajtimeve, kontrolle të rregullta shëndetësore, si dhe lehtësim të komunikimit ndërmjet kujdestarëve, mjekëve, familjarëve dhe institucioneve përkatëse shtetërore. Ne do kujdesemi për shëndetin indirekt për kujdesmarrësit tanë. Përsa i përket shëndetit, ne do t'i përcjellim të dhënat nga mjeku am apo nga mjekët të cilat kujdesmarrësit tanë janë veç më të regjistruar. Ne do t'i përcjellim medikamentet që mjekët e tyre i kanë dhënë, me qëllim që shëndeti i tyre të jetë në nivel. Për momentin kemi nisur me 12 orë shërbim, pasi që është fillimi, po sigurisht në të ardhmen kjo do t'jetë 24 orë. Aktualisht, Dori Care ofron shërbim deri në 12 orë në ditë, ndërsa në një të ardhme të afërt planifikohet ofrimi i kujdesit 24 orësh. Qendra numëron 13 të punësuar, të gjithë infermier me formim profesional përkatës. Pronarja i saj garanton konfidencialitet të plot dhe respekt maksimal ndaj klientëve. Në ceremoninë solemne të hapjes, ku morën pjesë familjar, miq dhe figura publike nga Gostivari dhe më gjerë, Melehate Isai u nderua me një certifikat mirënjohjeje nga Oda Ekonomike Suedezo-Maqedonase, ku ajo është antare. Selia e Dori Care ndodhet përballë qendrës tregtare ETC në Gostivar.